Policia e Krujës ka goditur një tjetër rast të kultivimit të lëndëve narkotike në kuadër të planit operacional kombëtar Koordinata, i cili synon parandalimin dhe azgjësimin e kësaj veprimtarie të palishme në zonat problematike të vendit. Gjatë kontrolleve intensive në terren, shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë zbuluan në fshatin Zgërdesh plot 11 parcela të mbjella me 591 bimë të dyshuara kanabis sativa. Bimët narkotike u azgjësuan menjëherë me anë të djegjes, ndërsa nisën hetimet për të identifikuar përgjegjësit. Si rezultati i veprimeve hetimore dhe procedurale, u arrestuan 3 persona, mes tyre 2 vëllezër, në prangaran shtetasit me iniciale MS, 23 vjeç, ES, 32 vjeç dhe KB, 51 vjeç, të 3 banues në fshatin Halil të Fushë Krujës. Policia njofton se hetimet po vijojnë për të dokumentuar plotësisht të veprimtari kriminale, si dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në kultivimin e bimëve narkotike.